radiofonik I gjuhës angleze. Let's talk in English. Të flasim anglisht çdo ditë duke ndjekur programin Let's Talk in English në orën 14 në Radio Emanuel. Thanks for taking the time to learn English here with us. I know learning a new language can be hard work, but we believe in you. Situata plot humor, argëtim dhe informacion vinë në familjet tuaja përmes programit Let's Talk in English. Mësojmë rreth teknologjisë, artit, kulturës dhe fushave të ndryshme të jetës, duke ndjekur këtë kurs radiofonik të gjuhës angleze. Let's talk in English. Every day. That's the way. Let's talk in English. Rikthehemi në studio miq, vazhdojmë të jemi së bashku drejt për së drejti në valët e Radio Emanuel për gjatë programit Music Plus dhe në këto momente në studio është bashkuar e ftuara e ditës së sotme. Unë kam prezantuar dhe më herët. Sot kam kënaqësinë të zhvilloj një intervistë shumë të veçantë me mjekën onkologe Jusilda Dervishi. Përshëndetje, mirë se ke ardhur. Përshëndetje. Shumë faleminderit për ftesën. Kënaqësi doktoresht të jemi së bashku në ditën e sotme. Jemi thuajse në fund të muajit tetor, por gjithmonë vlen të përcjellim mesazhe, më tepër informacione dhe më shumë ndërgjegjësim për gjithë ata që janë duke na ndjekur në kuadër të tetorit roz, edhe pse jo, për të kujdesur për veten në këtë aspekt, jo vetëm për gjatë një muaji të caktuar, por për gjatë ditëve për gjatë çdo dite në një vit. Prandaj, së pari dua t'ju pyes se cilat janë faktorët kryesor të riskut për kancerin e gjirit dhe nga ana tjetër cilat janë grupe që janë më të prekura. Faktorët e riskut në fakt janë të ndara në faktorë të modifikueshëm dhe faktorë të pamodifikueshëm. Faktorët të modifikueshëm janë faktorë që ne I kemi në dorë vetë t'i përmirësojmë, siç është për shembull obeziteti. Obeziteti rrit predispozitën për të bërë kancer gjiri dhe është një faktor që ne mund ta modifikojmë duke kryer aktivitet fizik, duke mbajtur regjime ushqimore, ndërsa faktor tjetër I modifikueshëm është konsumimi I alkoolit me konsumim në sasi të shtuar, jo një gotë verë për shembull ose një gotë birë që është një gjë normale, por konsumimi në sasi të shtuara I alkoolit, jeta sedentare, që janë faktorë që ne kemi në dorë t'i ndryshojmë, ndërsa me faktorë të pamodifikueshëm është vetë gjinia femërore, do të thotë që një femër I ka gjinë, por aq kohë sa ka gjinë duhet patjetër t'i kontrollojë dhe vetë prania e gjinëve, sidomos me densitet të lartë, rrit mundësinë për të bërë kancer gjiri. Një faktor tjetër është gjenetika, nëse dikush ka një familjar që ka pasur histori për kancer gjiri ose një lloj tjetër sëmundje tumorale, është më I predispozuar për të bërë kancer gjiri se një person tjetër që nuk e ka faktorin gjenetik. Faktor tjetër është një paciente që ka pasur kancer të një gjiri ka predispozitë që të bëjë kancer të gjirit tjetër. Këta janë disa nga faktorët kryesor që na predispozojnë, ekspozimi ndaj rrezatimit për një sëmundje tjetër. Këto janë kryesisht faktorët kryesor që na I predispozojnë pacientët për kancer gjiri. Ne flasim kaq shumë për atë momentin e zbulimit të hershëm, kontrollet e rutinë, të cilat na ndihmojnë për të pasur një zbulim të hershëm të kancerit të gjirit, po sa e rëndësishëm është zbulimi I hershëm I tij dhe cilat janë ndoshta shenjat që një grua nuk duhet I ignorojë. Çdo gjë që është ndryshe nga struktura që ka gjiri duhet patjetër të ekzaminohet. Çdo gjë ndryshe do të thotë sikur edhe një nodus ose një formacion shumë I vogël që ty ta prek dora, se ne normalisht duhet të paktën një herë në muaj duhet të bëjmë vetë ekzaminimin e gjirit, që bëhet në dush me dorën e majt gjiri I djathtë dhe me dorën e djathtë gjiri I majt. Çdo lloj strukture ndryshe nga struktura normale I gjirit duhet ekzaminuar. Shenja kryesore mund të jetë një nodus, një gjandër, një gung, si I themi në gjuhën popullore, që është aty në gjith dhe s'ka qenë më përpara. Mund të jetë një tërheqje e kokës së gjirit, mund të jetë një plagë e hapur në gjith që nuk jep dhimbje, por kanceri përgjithsisht jep dhimbje në stadiet avancuara ose dhimbje japin dhe sëmundjet inflamatore të gjirit. Dhimbja nuk është gjithmonë simptom që na tregon praninë e një sëmundje malinje.
Prandaj çdo gjë që është ndryshe nga struktura normale e gjirit duhet patjetër të ekzaminohet. Dhe me ekzaminim nën kuptohet vizitë tek mjeku i familjes, me që është personi më i afërt që çdo njeri mund të shkojë dhe nuk ka nevojë për rekomandim për të shkuar te mjeku i familjes. Është rruga më e thjeshtë. Vizita e parë te mjeku i familjes, e shikon mjeku i familjes, bën një ekogjiri, mamografi, edhe pastaj shkon te mjeku specialist. Mamografia kryesisht unë rekomandoj, siç e thon dhe protokollet, mbi moshën 38 vjeç, sepse duhet të jetë gjiri, nuk duhet të jetë struktura dense, deri në para menopauzë gjiri e ka strukturë dense dhe është e vështirë për të ekzaminuar me mamografi. Ama mund të ekzaminohet shumë herë edhe me eko. Pra ekoja i gjirit një herë në 6 muaj ose një herë në vit, dhe mamografia një herë në vit tek zonja mbi 40 vjeç, dhe nëse mamografia e parë ka dalë normale, nuk ka pasur asnjë strukturë, dhe nëse pacientja nuk konstaton diçka vet, një herë në 2 vjet është normal që duhet bërë patjetër një mamografi. Kemi raste të kancerit të gjirit edhe tek meshkujt, ëh? Po patjetër, se duket edhe duket pak si komike, po që ekziston. Është diçka që njihet dhe ekziston. Ne kemi pasur pacientë që janë trajtuar dhe me kimioterapi, meshkuj me kancer gjiri, ka dhe meshkuj me kancer gjiri metastatik. Por janë shumë të rrallë. Por fakti që janë, do të thotë që nuk duhen neglizhuar. Çdo ndryshim si tek personat e gjinisë femër dhe te personat e gjinisë mashkull duhet patjetër të bëjnë ekzaminimet, siç thash, mamografi dhe ekogjiri. Ju përmendët moshën e caktuar, kur të paktën mbi 40 duhet 38 duhet të fillohen të bëhen ato kontrollet e rregullta. Jo vetëm me eko, por edhe me mamografi, por nga ana tjetër si ndikon stili jetës në parandalimin apo edhe në zhvillimin e kancerit të gjirit. Ka zakone që realisht mund të bëjnë atë diferencën, sepse flasim kaq shumë, ne mund të dëgjojmë në media, mund të lexojmë gjithandej artikuj të ndryshëm që japin sugjerime dhe këshilla, por e thënë nga ju si profesioniste. Mbi 40 vjeç, do të thënë zonën në moshën e menopauzës, kur femra nuk ka më cikël menstrual, estrogenet normalisht i prodhon indi dhjamor. Këto janë gjëra që i din mjekët në përgjithësi, po që unë ja shpjegoj edhe pacientëve që kur je në menopauzë, ty hormonet që ushqen tumorin ti prodhon indi dhjamor. Dhe sa më pak ind adipoz të ketë trupi, aq më pak është i predispozuar për të bërë kancer gjiri. Kjo jo gjithmonë, po në përgjithësi. Kështu që aktivitet fizik, të ushqen shëndetshëm, jo shpesh mish të kuq, proteina, fruta, perime, mos të përdorin alkool më shumë se 1 gotë në ditë. Kohët e fundit është edhe duhanpirja që shtuar shumë tek femrat. Që ndikon, patjetër. Që ndikon, po. Por jeta sedentare, mos aktiviteti fizik, qëndrimi i ulur për kohë të gjatë, konsumi i alkoolit, i duhanit, këto janë disa nga faktorët që jo vetëm për kancer gjiri, por predispozojnë për shumicën e patologjive të tjera. Që fatkeqësisht pjesa më e madhe në ditët e sotme, duke nisur që nga të rinjt kanë një jetë të tillë sedentare për shkak të profesioneve të cilat ushtrojnë. Nuk e di si ka ndryshuar raporti i shfaqjes së kancerit të gjirit në ndoshta vitet e fundit, për sa i përket grup moshës. A është ulur mosha e të prekurave me kancer gjiri vitet e fundit? Grup mosha më e predispozuar është mbi 40 vjeç, 40 deri në 70 vjeç. Por kjo nuk do të thotë që nuk ka mosha të reja, ka mosha të reja që janë dhe 20 vjeç, dhe 25 vjeç, dhe 30 vjeç që kanë bërë edhe kimioterapi për trajtimin me kancer gjiri, sepse kanë neglizhuar, kanë menduar që është një gjë jo serioze, unë nuk kam dhimbje, kam diçka në gjip, por nuk kam dhimbje, unë jam e re, normalisht jam e re dhe duke qenë se kjo është grup mosha e prekur, unë nuk jam te kjo grup moshë dhe nuk kam se të shqetësohen. Por askush nuk është imun ndaj kancerit të gjirit. Deri vitin e kaluar ishte 1 në 8 femra dhe unë e them gjithmonë, nëse jemi 10 femra në një zyrë njëra, patjetër që do bëj derisa është e predispozuar. Është e frikshme. Është shumë e frikshme. Para 1 muaj unë kam bërë një temë për një kongres në Tiranë që kam mbledhur të dhënat e 5 viteve, vetëm për pacientet me kancer gjiri, dhe nga viti 2020 deri në 2025 ishin rreth 830 paciente të diagnostikuara me kancer gjiri, që është një shifër e frikshme.
Po për Korçën, çfarë mund të themi duke qenë se ju ushtroni profesionin tuaj edhe këtu? Përgjithsisht është rritur ndërgjegjësimi, bëjnë kontrolle më të shpeshta, por dua të them edhe diçka që për mua është shumë e rëndësishme, nuk është vetëm tetori roz. Tetori është roz sepse është muaj sensibilizimi, por kanceri nuk pret tetorin, është në çdo muaj, kështu që mos të presin tetorin, nëse prek diçka, është edhe janari, shkurti, prilli, janë të gjithë muajt janë të lirë. Askush nuk ua mohon vizitën, si mjeku i familjes, ekoja aty është, të gjithë janë të gatshëm që t'i ndihmojnë. Prandaj duhet patjetër që t'i bëjnë kontrollet. Është ajo që unë përmenda edhe në hyrje të programit, ne duhet të tregojmë kujdes të shtuar kundrejt vetes në çdo ditë, jo vetëm në një muaj të caktuar, patjetër muaj të tillë na ndihmojnë për të përcjellë më shumë informacion dhe mbi gjitha më shumë ndërgjegjësim, që ndoshta edhe dikush që nuk e ka menduar për të realizuar një kontroll të tillë, e ka neglizhuar më parë, pse jo mund ta zhvilloj për gjatë këtij muaji. Do të kemi një shkëputje shumë të shkurtër muzikore, rikthehemi së bashku vetëm pas pak për të vazhduar bisedën në studio, por në këtë moment e ndjekim një tjetër këngë. Është marrëzi e di kur bota tritën të ketë parë, do të kërcej me gzim si të shkërcejmë tani. I këndoj dashuri së tënde, i këndoj dashuri së tënde. Rikthehemi sërish në studio, vazhdojmë të jemi në valët e Radio Manuel drejt për së drejti në programin Muzik Plus në ditën e sotme, duke zhvilluar një bisedë shumë të veçantë me mjekën onkologe Jusilda Dervishi në kuadër të tetorit roz, dhe dua t'ju pyes në këto momente që a ekziston një nivel i mjaftueshëm informimi për sa i përket temas që jemi duke trajtuar në vendin tonë dhe ku gabojmë ne shpesh si shoqëri, sepse ndjekim kaq shumë këshillat, eksperiencat e njëri tjetrit, por harrojmë të marrim atë këshillën e një profesionisti. Fatmirësisht janë shumë të informuar, sepse në përgjithësi dëgjojnë në media, në rrjetet sociale, bëjnë vetë kontroll të gjirit,
por është pak edhe ana psikologjike që e kanë shumë të vështirë ta pranojnë që kanë diçka, sepse është shumë e rëndë se në momentin që ti konstaton që ke diçka, ty gjëja e parë që të veten në mendje, o bobo un kam një tumor, o bobo si do bëj unë, si do bëjnë familjarët e mi, sepse nuk është vetëm një pacient, është një krye familjare, mund të jetë një motër, një nën, edhe e mendojnë shumë para se ta pranojnë dhe të paraqiten për ekzaminim. Ama ndonjëherë kjo vonesa është jo e mirë, nuk është në favor të tyre, pasi sëmundja avancon, mund të jap përhapje, por përgjithsisht janë shumë të informuara. Nuk jemi më në atë fazë Jo, që nuk. ne dëgjojmë këshillat e njëri tjetrit si duhet veprojmë, por patjetër drejtohemi tek mjeku për të marrë ato këshillat e duhura. Ka shumë pacientë që mendojnë mos e ngacmo, është një gjë aty, po mos e ngacmo, por fakti që ajo paraqitet dhe vjen për vizitë të thotë që nuk e ka dëgjuar atë këshillën mos e ngacmo. Edhe fatmirësisht janë shtuar shumë kontrollet. Është rritur numri i pacientëve që bëjnë mamografi dhe për një dhimbje të vogël paraqiten, domethënë janë shumë të ndërgjegjësuara. Për të folur më konkretisht, si ndikon emocionalisht diagnoza e kancerit të gjirit tek pacientët dhe nga ana tjetër çfarë mbështetje u ofrohet gjatë gjithë trajtimit, sepse kostot janë të larta në fakt. Dihet shumë njerëz e kanë të vështirë për ta përballuar edhe në aspektin ekonomik dhe më pas gjendja emocionale bëhet më e ngarkuar. Normalisht psikologjikisht në fillim për pacientin është shumë e vështirë sepse e mendon, shikon foto të njerëzve pa flok, njerëz të lodhur, të zbet, por që në momentin që fillojnë trajtimin e kuptojnë që aty ka pacientë që kanë shumë vite që janë trajtuar, janë shumë mirë, kanë ndryshuar shumë trajtimet, fatmirësisht ne i kemi të gjitha kimiopreparatet, normalisht ato që ofron një spital rajonal, që i kanë të gjitha spitalet, ne fatmirësisht nuk na kanë munguar. Në një kosto nuk e di për punë kosto, sepse të gjitha bëjnë në spital, që nga analizat, eko, mamografi, skaner, ne këtu në spitalin rajonal Korç nuk është se na kanë munguar. Jemi përpjekur edhe analizat tua ofrojmë edhe t'i bëjnë një ditë përpara ose t'i bëjnë ditën e kimioterapisë pacientët që janë larg, për shembull nga fshatrat e largëta, i bëjnë aty, vinë pak më herët në mëngjes, kryejnë analizat dhe presin derisa dalin përgjigjet, se dhe ato kanë procedurat e veta. E vetmja problemi i tyre është që duhet patjetër ta bëjnë një konsult në QSUT, ky është rregull. Normalisht pacienti është një pacient i ri, do dalë në komision, do shifet në komision dhe pastaj do trajtohet. Por çdo gjë fatmirësisht e kemi pasur, kështu që Ka ndonjë ndoshta përparim të ri në trajtimin e kancerit të gjirit, sepse normalisht gjithçka evolon dhe në këtë aspekt që duhet ta njoh publiku që është duke na ndjekur në këto momente. Përveç kimioterapive klasike, janë terapitë e targetuara që janë për tipe të veçanta mutacionesh gjenetike që ka sëmundja, janë imunoterapitë. Do të thënë ka një ser terapish të pafundme, por që nëse i hym shumë thellë këtyre i ngatrojnë më shumë pacientët. Ato që duhen, që janë të domosdoshme në përgjithësi janë. Nuk e di si është e gjithë kalvari, nëse mund ta gjej kështu, sepse her pas here ne dëgjojmë raste të cilat humbasin jetën shumë lehtë nga një kancer, në këtë rast dhe nga kanceri i gjirit. Kemi pastaj raste të tjera që për fat të mirë fitojnë këtë betejë, ndoshta patjetër janë të nevojshme kontrollet më të vonshme pas 3 apo 5 vitesh. Prandaj për të dhënë një informacion të përgjithshëm për gjithë ata njerëz që ndoshta bazohen tek eksperiencat e personale apo edhe të njerëzve të tyre më të afërt. Shumë e rëndësishme me tham edhe në fillim është diagnostikimi i hershëm, sepse në rastin që ti ke një tumor stadi parë, pacientja thjesht do marrë një trajtim me hormone nëse është receptor hormonal pozitiv dhe nuk do bëj asnjë gjë tjetër, do bëj ndërhyrjen kirurgjikale dhe e mbyll aty historinë. Thjesht do bëj kontrolle të rregullta çdo 3 muaj, ama në rastet metastatike ndryshon trajtimi. Trajtimi është më i lodhshëm, është pak më i gjatë, ama fatmirësisht ka ndryshuar protokollet. Tani ka terapi të targetuara që pacienti vet shkon i merr një herë në 21 ditë në Tiranë ose vjen i merr këtu një herë në 21 ditë, edhe i merr tabletat në shtëpi. Dhe pse është stadi 4, ka një jetesë shumë të mirë, bën jetë aktive, normale, shkon në punë, bën ato aktivitetet e përditshme dhe, siç të thash, ka ndryshuar shumë trajtimi i kancerit të gjirit. Nuk do të thotë që është një pacient metastatik,
edhe ka duhet të qëndroj. Dhe duhet të qëndroj në shtëpi dhe të presi që çfarë do më ndodhi. Fatmirësisht përgjigjen ka linja të pafundme trajtimi dhe që të kryen domethënë një jetë normale, aktive. Që kjo është shumë e rëndësishme tek Kjo është shumë e rëndësishme. Ne kemi paciente që kanë 3-4 vjet që trajtohen, bëjnë jetë aktive, dalin, shëtisin, shijojnë jetën. Patjetër, është shumë e nevojshme për të qenë të motivuar edhe nga ana tjetër për të përballuar më së miri çdo sfidë me të cilat përballen në aspektin e shëndetit. Duke qenë se po mbrim në minutat e fundit bisedës sonë në studio, cili është mesazhi yt për të gjitha ato gra që ndoshta hezitojnë të bëjnë kontroll apo që ndoshta jetojnë me frikën e një diagnoze të tillë, sepse besoj që ka pasur dhe raste të tilla. Po, ka pafund raste, për ditë ka raste që janë shumë të frikësuara. Por mesazhi im është thjesht bëni kontroll. Nëse bën kontroll, çdo gjë ka zgjidhje. Unë i them gjithmonë, në momentin që ti hyn në zyrën time dhe ke një biopsi në dorë, merremi të qetë sepse çdo gjë ka zgjidhje. Nëse nuk do kishte zgjidhje, ne nuk do ishim duke folur bashkë. I them domethënë gjithmonë pacientëve, shumë e vështirë sepse ne e shohim nga jashtë çdo gjë, por ai që përballet me diagnozën e ka shumë më të vështirë. Ne dim teorinë, por nuk dim praktikën, atë që pacienti heq në kurizin e vet çdo ditë. Por që në qoftë se bën kontrolle, jo vetëm për kancerin e gjirit, po flas për çdo lloj shqetësimi, për tumoret ginekologjike, për gastrointestinalet, për tumoret e rrugëve respiratore. Ne si popull bëjmë kontroll për gjirin, por nuk bëjmë për mushkrit, mund të kemi shumë kohë me një koll të thatë që jo sot, jo nesër, jo po më kalon me çaj, jo, për çdo gjë ka mjek, për çdo gjë ka specialist që ti duhet të bësh kontroll. Nëse bën kontroll dhe diagnostikohesh herët, nuk ke për të bërë asnjë gjë, do bësh një jetë të shëndetshme, do kesh një jetesë shumë të mirë, ama nëse ti ke diçka dhe vazhdon e neglizhon, gjërat do jenë më serioze më vonë. Gjë që duhet të heqim dorë nga këto neglizhencat e vazhdueshme, të cilat ne fatkeqësisht i bëjmë për shëndetin ton. Doktoresh, të falenderoj vërtet shumë, e di që është një ditë e ngarkuar për ju edhe të falenderoj që gjetët kohën dhe mundësinë për të qenë pjesë e programit Music Plus, pse jo për të përcjellë më tepër informacion dhe ndërgjegjësinë për gjithë ata që janë duke na ndjekur në kuadër të Tetorit Roz. Shumë faleminderit edhe juve për ftesën. Kënaqësi të ishim së bashku. Unë të uroj një ditë të mbarë në vazhdim. Në këto momente shkëputemi për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore. Vazhdoni që ndroni në valët e Radio Manuel, jeni duke ndjekur programin Music Plus.